ime i shtohet tëndes të tjera dhe pastaj le të përgjigjet zoti Boçi kur të dojë. Duket sikur spaku është pale heshtur në manipulimin, argumentin e manipulimit zgjedhor. Tek dëgjoj zotin Boçi kështu duhet. Si pale heshtur. Shiko, kur dëgjon argumentimin e zotit Boçi, po edhe gjithë drejtuesve të tjerë të Partisë Demokratike, sigurisht qëndrimi politik është i qartë, pra që këto zgjedhje janë manipuluar, kërkojnë pavlefshmëri, po ka një lloj, në perceptimin tim, ka një lloj mospërputhje me qëndrimin e lidershipit të Partisë Demokratike në gjatë fushatës zgjedhore, ose të paktën deri ditën e zgjedhjeve. Fushata juaj në përgjithësi ka qenë goxha, po themi, e qetë, konstruktive, pozitiviste, pavarësisht se kishte, po themi, denoncim her pas here të elementeve të parregullsive. Ju vetë keni bërë një të tillë, siç thatë, në rrjetet sociale për një takim që ka bërë kryeministri. Jo vetëm një, disa. Ose unë pash vetëm këtë. Nëse ka të tjerë, ju ftoj që t'i thoni gjatë përgjigjes tuaj. Por kjo më duket një lloj që ka një lloj, po themi, mos përputhje ose qëndrimi ndryshëm ose i kundër. Pra, mbajtën qëndrim, po themi, pozitivist dhe të pranues ndaj zgjedhjeve deri ditën e zgjedhjeve, ndoshta edhe një ditë pas zgjedhjeve, ndërkohë që duket sikur u mor një vendim politik që këto zgjedhje nuk të njihen, u duk sikur u mor një vendim politik që këto zgjedhje u manipuluan. Dhe me gjithë respektin, më duket sikur edhe ju, por edhe profesorë të tjerë nderuar Partisë Demokratike, javën e kaluar patëm drejtuesin politik të qarkut Durrësit, zotin Oer Bilukbashi, të gjithë ju më dukeni pak në siklet, në një farë mënyrë për të mbrojtur tezën që me sa duket e ka vendosur Sali Berisha, kryetari i partisë tuaj, që këto zgjedhje janë vjedhur, janë manipuluar dhe ju duket tani sikur në një farë mënyrë i shkoni pas kësaj teze pa shumë dëshirë, pa shumë qejf dhe me sa duket më lejon t'ja them me gjithë respektin edhe pa shumë argumenta. Pa shumë argumenta dhe prova për ta bindur publikun. Nuk e di sa keni ju përvojë dhe sa jeni involvuar në procese zgjedhore dhe cilat janë hapat e një procesi zgjedhor dhe cila është strategjia dhe taktika e një partie politike që ndërton për të realizuar komunikimin me publikun. Dhe enët e komunikimit janë ndryshme, situata ndryshme, por që përputhen me njëra tjetrën dhe s'mund t'jenë pa tjetër në një ngjashmëri absolute, si që e thonë ju, se ndryshe ti nuk ke parti politike, që ke strategji politike dhe ke fokus publikun, rritjen e besueshmërisë. Ja të lutem. Ju keni fituar në qarkun Shkodër. Çfarë ka ndodhur? Nuk është manipuluar në qarkun Shkodër, është manipuluar më pak. Ja, do ta jap dhe këtë argument. Keni punuar ju më mirë se kolegët tuaj në përqarqet e tjera? Jo, më pëlqen kjo, se një shembull i mirë këtu, domethënë me atë gjuhën e medias që kërkon ta spinoj sillet si rast për të rrëzuar të gjithë atë tezën, që nuk është tezë, janë fakte dhe argumenta. Edhe Bilukbashi e mbajti Durrësin si ishte. Dhe një herë, nuk i kanë Shkodër për të mbajtur Shkodrën siç ishte. Unë i kanë Shkodër dhe realitetin Shkodër tregonte krejtësisht gjë tjetër në raport me rezultatin që ne morëm. Dhe s'mund na sillni Shkodrën dhe mua si shembull që rrëzon tezën tonë, jo tezë e ngritur si kështjellë rëre, por tezë me fakte konkrete reale. Sepse ne i kemi të përjetuara, Erl, ne dim edhe atë para fushatën, dhe ne dim shumë mirë ndryshimin e retorikës, sepse unë di si ta mbaj edhe dekurajimin e votuesit, mënyrën si ta bëj atë që tjetë entuziast, si unë ndërtoj besimin, se ndryshe unë bëhem i pabesueshëm, dhe ti e di shumë mirë, do të thënë që ka një ligjerim tjetër dhe kjo nuk rrëzon pretendimin dhe faktet dhe argumentat tona. Tham tezë për hir të bisedës, nuk është tezë, janë fakte që na kanë nxjerrë në një konkluzion. Tani, unë kam bërë disa fushata, po të shoh në video se si një antar i një komisioni merr kutinë e votimit dhe fut atje dhe nxjerr fletën e votimit, atëherë çfarë procesi zgjedhor është ky? Dhe unë kam marrë pjesë në fushata zgjedhore dhe kur gjej fletë të votimit në një klub fshati, një sasi të madhe me listat e zgjedhësve, atëherë çfarë procesi zgjedhor është ky? Dhe kur unë shoh në video pastaj se si del fleta e votimit nga komisioneri për të realizuar trenin bullgar, ku shoh në video se si janë futur në kuti fletë pavullosura që janë numëruar si vota në favor të Partisë Socialiste. Çfarë faktesh të tjera duhen? Ne nuk kemi përjetuar një moment sot doli që Rama ka ndërtuar industrinë e grabitjes votës dhe po bëjmë të habiturin. Ne paralajmëruam një gjë të tillë, sepse ju lidhet dy enë, të lidhim tre enë, sepse vazhdimësia e qëndrimit tonë politika që është shumë e qartë. A kërkuam ne qeveri teknike për 3 muajsh, dolën protesta, sepse kemi thënë me Ramën nuk ka zgjedhje, sepse ka ndërtuar një skem të rrëmbimit marrjes votës që e ka aplikuar për zgjedhje dhe vite me radhë,
dhe një gjë e tillë me gjithë përpjekjet tona për ta tejkaluar ne hym, ja pra atë po thoja, ne morëm masat tona që të rrisnim atë fushën e mbështetjes, që ajo të tejkalonte dhe këtë lloj industrie, se lufta ishte me industrinë dhe pikpyetja në këto zgjedhje, industria grabitjes votës, e parave pista, do tejkalohesh, nuk arriti. I Partisë Demokratike. Diferenca mes dy kampeve politike është 320.000 vota. Tani që zgjedhjet nuk janë perfekte, unë bie dakord me ju dhe bie dakord besoj çdo shqiptar, se ne me sa duket nuk e kemi ende pjekurinë demokracia jon për të bërë zgjedhje perfekte. Kanë në 35 vite pluralizëm dhe pa diskutim që zgjedhjet nuk janë perfekte. Por ju a besoni që kjo që thoni industria manipulimit ka qenë aq e madhe sa ka ndikuar në përcaktimin e rezultatit? Do perceptimi im është që jo, pavarësisht se mund të ketë pasur parregullsi, për mua mendoj që do ishte, po themi, hendeku votave ndoshta pak më i vogël, por 320 vota për mua janë shumë dhe nuk justifikohen. Po të argumentoj, ne po flasim spari, jo për një gjë të panjohur, se ne dy i flasim publikut. Dhe këtë pyetje, përgjigje, ngritje dilemash, publiku e di shumë më mirë se si ai e ka dhënë votën, si e ka devijuar votën dhe si e ka përkrahur një parti politike. Dhe sigurisht një pjesë e madhe edhe na buzëqeshin kur ne bëjmë një debat tillë, sepse atë që di publiku dhe ne dim shumë mirë. Publiku është ngjumë, me gjithë respektin, publiku nuk ka asnjë reagim. Publiku që votoi, publiku nuk ka asnjë reagim për se po të ishte manipulimi asaj shkallë edhe një herë tjetër. Edhe një herë, mu vjen keq, lutem ata, domethënë sepse jap një kundërargument deri vejo një sekondë. Jepja Erli, domethënë po pritet nga publiku, domethënë ti ke dalë nga sistemi politik. Një argument logjik për ti nuk ke nevojë për avokat, po duke dëgjuar Erlin që do dalë vetëm një kundërargument. Nëse jem dakord dhe marrim për një moment të vetëm, e pranojmë për efekt analize argumentin e Partisë Demokratike që njerëzve ju tjetërsua vota se o morën lek, o i thanë mbaj jep kartën e mos dil votosh e tjera, për çfarë do dalit të ashtu? E ka marrë kundër manipulim, po flasim industri manipulimi. Megjithatë, edhe kur ka ofertë për vjedhje, pa del njëri o burri dheu, del njëri më të mafruan para. Nuk e di më dëgjove apo jo. Nuk po them që është zgjedhje perfekte. Më dëgjove apo jo, unë thash vjedhja nuk është në kuptimsinë e drejt për drejt leksikor të saj kur ne e përdorim për proceset zgjedhore. Thash vjedhja përcakton edhe devijimin, grabitjen, ndryshimin e vullnetit, përdorimin e paras gjitha brenda. Por, unë e di shumë mirë, për regjistër politik, edhe në media, përdoret vjedhje, sepse e ule, e banalizon. Jo, mos e mbaj ke vjedhje, është grabitje me industri të pastër. Tani dalim tek ajo sasia që e di, po më futu një llogarit thjesht, me laps, nuk janë 320, janë 160, sepse po mori 160 dhe ta humba gjysmën. Bëj një laps tjetër, sa shtuar administrata. Dhe bëj një laps tjetër, kësaj administrate që i kemi denoncuar me fakte, që i jepesh fleta votimit, i thoshte ti do sjellësh 10 votus nga familjet ose 20 nga emigrantët. Po ja u bën votat, ja u bë 320 pak është, edhe më shumë bëhet në këtë lloj forme. Që u bë madhe, edhe një herë u luajt si administrata. Jo, jam dakord me ju që administrata mund të ketë votuar është dyfishuar, paratë e tjera, mënyra si u soll. Dhe është industri, më s'ka zgjedhje, kush po thotë, ne po themi duhet prishim të sistem. Shumë mirë që del nga goja jote, se kjo nga goja ime dhe e Partisë Demokratike. Ka dalë. Ju e pranoni që administrata ka votuar për mbajtjen e vendin e punës. Nuk është sistem demokratik, nuk ka votë, nuk ka votë. Do vi kur në pushtet, sepse ata edhe një herë tjetër. Jo. Gjua është shumë interesante, sepse gjua shumë interesante. Mund ta devijosh si duash, kur duash dhe sa duash. Dhe, më thënë, nga e drejta mund të bësh të shdrejtën, edhe nga e mira mund të bësh keqen, e bërë shumë kollaj, se është një brumë që ka formë gatimi shumë shpejt. Ne duhet, jo t'jemi mjeshtër, po jo, nuk duhet t'jemi mjeshtër të fjallës, jo, fare. Prandaj, sepse këtu bëhet një gabim shumë i madh, në jetën tonë politike, në jetën tonë mediatike. Unë po bie dakord me ju, pra, që administrata voton partinë pushtet. Nuk e kemi sfidën me fjalën, nuk e kemi sfidën me fjalën, kush e tha më bukur dhe kur e parashtroi. Ne kemi sfidën me të vërtetën, edhe unë si politike dhe media. Por është devijuar gjithçka dhe gjithçka mbahet tek fjala, sa bukur e tha, sa bukur shau, sa bukur e bëri batutën. Jo, konkret as sot ne, nuk është merita të ma bësh oponencën me fjalën dhe fjalën ti ta injektosh atje ku ti don.
Unë po them tek faktet. Po jo, e kam fjallën për publikun unë, sepse nuk e kam për ty. Kjo është një melodik, nuk e kam personale fare. Ishe nuk e kam fare. Jo, nuk e kam fare personale. Se mënyra se si transmetohet, ajo që ka ndodhur në Shqipëri, relativizohet e keqa, duket sikur gabimi është tek PD-ja, se ja është rritur diferencave e votave. Këto janë pasoja më erë. Ne duhet merremi me shkakun. Sepse dakord më që ka PD-ja ajo që humbi. Po pse nuk i morën ato partitë e reja, se e kemi dhënë si argument dhe është përsëritur dhe ndoshta unë nuk i kam qef përsëritjet e argumentave tjera. Pse nuk morën ata shumicën, me qenë se PD-ja që ka në këtë lloj të gjykimit, situatet gjykimit publikut. Mëse është industria, ajo që nuk e lën as partinë e re, as partinë opozitare, as opozitën që ajo të ngrej kokë dhe të marrë atë që i takon në një ndeshje zgjedhore të barabartë, me element të barabartë. Unë e shpjegova dhe po e përsëris. I gjithë shteti që ka përgjegjësi dhe kujdeset për mbarvajtjen e votës është në një anë, dhe në një anë ka qenë dhe para viteve 90, i gjithë shteti më, dhe normal me rezultatin 90%. Qofse ne me këte industri shkojmë në zgjedhje lokale, qofse ne kemi marrë 7 bashki, normal më që PS-ja mund t'i marrë gjitha se ka industrin, ka krimin, ka paran, ka presionin, ka investimin. Shifni me bonit sa gjëra, hiqini me këto pjesë të tjera. Çfarë ka bë qeveria? Si më fali gjobat? Çfarë fakti do ti? Po të vërtetat logjike, Erl, se ne jemi njerëz logjikës dhe të fjalës dhe të vërtetës. Por të vërtetat logjike, ka 4 mandate. Më thuaj një shtet ku ka ndodhur që një kryeministër që udhëheq 4 mandate, drejton 4 mandate, ky është me korrupsion, me krim, i kapur, ndërkombëtarisht i denoncuar me shumë gjëra, trisi mbështetjen. Ti duhet ta kesh shqetësim, falë se po e bëj kështu si ti, po e kam thjesht për... është pyetje retorike apo do përgjigjesh? Më thoni ju një shtet evropian, ku ai që ka drejtuar opozitën para 35 viteve, e ka jetën politike më të gjatë se Metsheut, edhe është ende shefi i opozitës mbas 35 vitesh. A do ikim në Europë apo jo? Ja, prit, se do ta them dhe atë. Vërtetën se juve ju shqetëson opozita e drejtimi i opozitës. Vërtetën logjike, po si ka mundsi një masharok të vërtet logjike, se dikush nga PS-ja tha, ja po ta çoj unë deri në fund. Një koalicion opozicie që ka 2 bashkëkryetarë ka menduar se Endri ka premtuar që do m'japi kohën e fjalës time se jam 1 orë. Dhe një herë, këtë vërtet logjike, është vërtet logjike. Si argumenton? Si mund ndodhi në një shtet tillë? Dhe unë po bëja një krahasim, jo më prisë do vazhdoj unë se e kam dhe retorike. Dhe dikush tha që e bëri Merkeli. Merkel e bëri në aleancë me të majtën në mandatin e 3 dhe të 4, sepse normal bie mbështetja që Merkeli e bëri Gjermaninë në lokomotivën e Europës dhe kishte suksese. A doni përgjigje apo ishte pyetje retorike? Ato vërtet tjetër logjike, se janë vërteta logjike që edhe këto duhen marrë si fakte. Si ka mundësi deputet pa promovuar, pa njohur për publikun, te i kalojnë në mbështetje votash edhe njerëz që kanë përvojë dhe njohje politike, mediatike të gjitha niveleve, autobetejave. Një prokuror pa eksperiencë politike, çfarë keq ka kjo? Sa vota mori ai? Sa vota mori? Po çfarë keq ka që një personazh që nuk ka eksperiencë politike dalë më i votuar? Zotin Ndoja, prokuror, ja po ta them unë, me qenë se e more si shembull. A që Marga që analist politik. Po me qenë se e more Zotin Ndoja, po ta jap unë dhe po ta ballafaqoj me... Po pra, edhe unë ta ballafaqoj me ballën bis. Po ta ballafaqoj me atë. Ai mori 18.000 vota, gati 20.000 vota. Dhe një prokuror, me i përvoj gati 25 vjeçare në profesionin e tij, një prokuror që ka kontakte me shtresat shumë ta njerëzish, njëri tepër publik, njëri i cili ka qenë dhe i portfolio, tash mund ta krahasosh me një anonim, ja, dhe njëherë, unë po t'jap vërtetat e mia logjike dhe i kam dhe për publikun, dhe këto të vërteta logjike, sepse nëse ne rrëzojmë logjikën, atëherë na rrëzohen dhe faktet, na rrëzohet edhe çdo mbrojtje tjetër. Ja më të nisemi nga logjika e thjeshtë. Dhe këto rrëzojnë çdo pretendim tjetër, mjaftojnë këto, jo duhen fakte, po më dhe faktet i ka nxjerrë zoti Berisha, po vazhdon t'i nxjerrë, spaku ka element sa dush nga skaja në Kroçat, se si është realizuar dhe si është ndërtuar kjo industri, por nuk bën asnjë lloj hapi procesi penal për krim zgjedhor në Shqipëri. A duhet të Leadershipit Partisë Demokratike zoti Buçi? A mendoni që duhet zbatuar edhe një herë tjetër, spostimi i debatit politik. Unë kam vlerësimet, se s'dua ta marrësh personale dhe po t'jap si pararendje për sqaruar dhe publiku. Unë kam vlerësimet e mia për ju në çdo rast për profesionalizmin në gazetari.
por unë nuk mund të lejoj që unë të vi për mbi 4 vite rresht, që përballemi bashkë dhe me tjerë, kur them bashkë, me gjithë panelet e gazetarëve dhe 4 vite, ne na kanë vënë në kënd dhe na pyesin çfarë bëhet ke PD-ja, pse PD-ja kështu, çfarë ndodh atje, pse ky model, po më sketi model autokrat suksesshëm që nisesh, shqetësohu ke PS, pse u shqetësohesh, nuk ka as zgjedhje. Ka vetëm vendimarrje vertikale. Ka dhe, një minutë. Jo, një minutë, në qoftë se ti nisesh nga parimi, se ti po nisesh, ti e shqetësuar me demek për parimin politik. Se Qeka Sali Berisha, një lider i cili... Tashi, Sinkronin e Berishës.